Një ditë pas lëvizjeve të Ilir Metës dhe deklaratave të tij se nuk i druhej intrigave moçalore, eksponentë të lartë të Partisë Socialiste janë mobilizuar në deklarata publike për të konfirmuar se në radhët e shumicës nuk ka përçarje. Ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri ishte në zyrën e krye parlamentarit rreth orës 11 në një bisedë për afro 20 minutash. Komentet për këtë takim ai i bëri nga Elbasani, ku inspektoi masat e sigurisë për ndeshjen Shqipëri-Serbi. Me kryetarin e kuvendit për shkak të detyrës dhe jo vetëm takohem shumë shpesh. Jeni të një dosje destabilizimit. Unë jam ndjeni për atë që është bërë publike dhe siç besoj jeni dhe ju ndjeni që prokuroria ka urdhëruar që të bëhen veprimet. Koalicioni dhe majoranca janë mjaft solide. Me të njëjtat tonë foli në Tiranë edhe ish kryeministri Bashkim Fino. Unë nuk shikoj asnjë krizë, as njëftoje me dy se partitë më dhanë pushtet. Po vazhdon majoranca me sukses. Do ta shikoni këtë gjë edhe në seancë plenare të ditës së njëjtë. Që votimet bëjnë rregull. Por a ka një skenar për destabilitet në Shqipëri? Fino përgjigjet prerazi. Unë them jo, bëjeni bravo të pyetni. Ish kryeministri tjetër socialist, Pandelim Majko, refuzoi të përgjigjej për raportet brenda majorancës. Pas publikimit të përmbajtjes së letrës së kreut të Komisionit të Sigurisë Kombëtare, Spartak Braho, se po inskenohet një komplot ndaj kreut të kuvendit, aktorët më të rëndësishëm të jetës politike janë përfshirë në një seri takimesh dhe deklaratash.